O, si e gjoni, mirë? Mirë, falenderit juve. Mirë, falenderit edhe ne. Kur ke qenë herë fundit në Kosovë? Para një 6 vjetë, 7. Para 6 vjetë, 7 vjetë? Po. A ta kalon ndjesinë e keqe që s'ke ardhë ma atë shka? Po jo ndjesinë të keqe, po të qysh Çka? këtë investimet që i kem bu 90% shtëpiave djeguna që kanë qenë në Kosovë mas luftës, i ka marru gërbeqartë. Po? Ja kanë marru babës, vllaut, gjitha dartma që i kanë bu, i kanë nimu gërbeqartë. Po? Tash kur vina në Kosovë, isha të do akraba kështu të dhe i thash, sa mirë tash ka hi djalin punë, që i ka nimojnë, a kupton? Po? Tha, jo, tha, një PM, tha, asi, tha, inshallah veç për veti ju del, se për mu s'ka nevoj hiç, a kupton? A po? Kur është puna, kur përshkojmë na, mandena po na kqyrim pse se jënë mësu, na me ndihmu gjithmonë. Po? A kupton? Me të vërtet që ndronë kjo që nuk e qenë që 5-6 vite në Kosovë? Po. Po cila ka qenë arsyeja që nuk e qenë? Po, s'ka arsye pse s'kam qenë, po edhe kur vjen puna tash, i kanë marru gjitha shtëpit, i kanë nimu edhe dajës, hallës, tezës. Po. Tash, i kanë nimu, kur kanë qenë në kohën ma të keqe ata, ju ndrejtu të na. Po. A kupton? Tash mos me konë gjendje një qaj dele pin kafe, dhe thirë në kafe në qytet, dele pin një qaj 20 cent, a kupton, ose 10 cent. Edhe kur qenë qytet, pas ke ardha, edhe nuk i bën përshtypje as me thonë, hajde me ta qes një kafe se s'kum pa mote, ose si është familja, si është daja, halla, migja, a kupton. Do më thonën, nuk e di, gjithçka që kena bo, e kena sakrifiku jetën, ose vetën krejt, për me ndihmu në Kosovë, a kupton. E di me dhe falenderë për gjithë kontributin, gjithë mëtimtarë që kanë dhënë për familjarët e tyre, për Kosovë, sigurisht. Po, kur ki marrë Kosovë tash, atë ka ndru mendja? Ja, s'm ka ndru mendja. Po hiç nuk do vish? Ka kohë, kur do vi, mendoj e di unë kur vi. Mirë. Gjitha makinat, që 90% makinave që janë pej vllazëve, pej dajës, pej hallës, pej miqës, dhurat, a kupton. Tash i kanë bo pa kushtet, janë hi në punë djelt, janë hi pak nuset, janë hi punat veta, nuk do me thonën tash, unë e kom ka për ty ujën, më faqë për kaljen, a kupton, mere tash kaljen e. E do me thonën si, kur pishet do sene si i po buën pa drejtësi ndaj gërbeqarve, po më dhem barko, a kupton. E kuptoj plotësisht. Se nuk jena nevoj as për qaj, as për kafe, as për një drejk, as për një ku me di qka, kupton. Na i kem krejt. Edhe ju kur të vini këtu, na kur po vina me gjithë kushtet tona. E vërtet. Tash kur vinë këta gërbeqarë, kur po vini, ose ju tash, juve pjo nxemë si gërbeqarë kur vini këtu, po prit ne mi që ju me po shtetet, ose qytetet tjera, qytetet ma të mëdhaja, turistike, e sena, kupton. Na jo që s'kena mundësimi bo atë sene, po kur peshum tash, po bjen një farë proceduriti, kur po vim Kosovë, një kafës ma që daj, ose gjalli dajës, ose halla, ose nipi, ose dikur. Edhe fëmija mi tash ata punojnë, tash me thonën e jolla, kur ka nevoj dikur në Kosovë, një akrabaj jemi për një ndihmë me thonën, jo se fëmija jam e ka rrugën për vetën e temën, a kupton. Po, e kuptoj, falenderit shumë. Do me thonë që kjo pak ta ka largu, edhe është edhe një arsye tjetër. Hajde shpejt. Kur po do të shpejt, kur po do të hisja në Kosovë, po thoni, ti se ki bol, ti se kjo nuk ka këtu, a kupton. Po. Edhe pse ata nuk kanë hisë hiç kur që aty, na i kena ato shtëpia tonat. Po, e kuptoj. Nuk kena nevoj më na dhonë hisë sa ato tonat janë.